Siguria juridike në Shqipëri është në nivele minimale dhe këtë e kanë pranuar në vimësi edhe institucione ndërkombëtare, të cilat nuk harrojnë ta shënojnë në asnjë raport. Këtu nuk përjashtohen as rastet ku shteti abuzon me pozitën e fortë që ka përballë qytetarëve dhe bizneseve. Disa ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për procedurat e faljes së gjobave administrative të disa inspektorateve, siç është ai i territorit, Inspektorati Shëndetësor, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Policia e Shtetit. Logjika që zbatohet është e thjeshtë, shteti të fshin gjobat, të cilat i ka vënë vet, madje disa padrejtisht, dhe këtë është shet për ndihmë ndaj qytetarëve, të cilët kundrejt këtij shpërblimi duhet ta votojnë. Një rreth vicioz që shkallmon çdo të drejtë demokratike në një shoqëri dhe sjell deformime të mëdha. Shembulli më tipik është ajo që ka ndodhur me mijëra biznese të Bashkisë Tiranë, të cilëve ju kanë ardhur detyrime të larta në taksa e tarifa, por edhe kamatavonesa. Në fund të vitit 2024 dhe gjatë vitit 2025, një pjesë të konsiderueshme të bizneseve në kryeqytet i ka ardhur në sistemin e taksave dhe tarifave vendore, njoftimi për rritjen e tarifës së pastrimit për vitin 2023 dhe 2024 dhe një kamatë e lartë për vitin 2023. Tarifa e pastrimit varion nga 4.000 lek për ata biznese me xhiro deri në 8 milion lek në vit, 5.750 lek për ata me xhiro 11.500.000 lek në vit, 92.000 për bizneset e mesme dhe 115.000 lek për të mëdhejt e kategorisë VIP. Gjithashtu subjektet e prodhimit dhe ndërtimit e kanë dhe më të lartë këtë taks, disa në 195.000 lek, e të tjerë 414.000 lek. Duke qenë se vlera e tarifës së pastrimit varion në bazë të xhiros që kanë bizneset, në 28 mars të vitit 2024, Këshilli Bashkiak ndryshon vendimin për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Tiranë, ku përveç rritjes së taksës së pasurisë për bizneset dhe individët, duke rifreskuar çmimet e referencës, bën edhe një ndryshim në dukje të parëndësishëm, por që do t'ja dëgjoni një honën më pas. Në neni 41 shtohet një pikë me këtë përmbajtje. Kategorizimi i tarifës së pastrimit sipas nivelit të xhiros vlen vetëm për subjektet pa përgjegjësi tatimore të tatim mbi fitimin, duke lënë në dorë të lirë të drejtorisë së taksave për caktimin e tarifës për bizneset e tjera. Shohim që është bërë një ndryshim në nenin 41, ku thuhet kategorizimi i tarifës së pastrimit sipas nivelit të xhiros vlen vetëm për subjektet pa përgjegjësi tatimore të tatim fitimit. Çfarë do të thotë kjo? Subjektet me përgjegjësi tatimore të tatim fitimit janë subjektet që kanë një xhiro vjetore mbi 14 milion lek të rinj në vit, ndërkohë që ata që janë poshtë nivelit 14 milion lek të rinj në vit quhen bizneset vogla. Dhe duke qenë se janë bizneset vogla, ata janë të përjashtuar nga tarifa e tatimit mbi fitimin. Kurse vendimi i Këshillit Bashkiak i kategorizon këto biznese me 0 deri në 2 milion lek, të reja xhiro 5 deri në 8 dhe më lart, duke i bërë subjekte të taksave, por edhe të ndryshimeve të rivlerësimeve tatimore. Pra, çfarë ka ndodhur? Drejtoria e taksave dhe tarifa vendore e Bashkisë së Tiranës ka bërë rivlerësime tatimore në bazë të xhiros së bizneseve, pasi ka marrë të dhëna nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, dhe një biznes i cili ka paguar një taks, pra tarif pastrimi më të ulët sepse ka patur xhiron deri në 2 milion lek të rinj në vit, tashmë i është rivlerësuar që xhiron e ka mbi 2 milion lek të rinj në vit dhe tarifa është më e lartë. Ky ndryshim dhe rivlerësim është bërë në mënyrë arbitrare. Por Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore nuk u mjaftua me kaq. Në mes të vitit 2024, bërë rivlerësim të xhiros vjetore të bizneseve, duke marrë informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe ndryshon në mas për një pjesë të mirë të sipërmarrjeve nivelin e taksës së pastrimit, duke dyfishuar. Por ta kuptuar se çfarë ka ndodhur, në bazë të vendimit të Këshillit Bashkiak, tarifa e pastrimit për kategorinë biznes paguhet një herë në vit brenda datës 20 prill, por përditësimi dhe rivlerësimi i kategorisë së biznesit ka ndryshuar pas kësaj date, ndaj kur bizneset janë drejtuar për të paguar detyrimin këtë pranver, kanë gjetur jo vetëm një tarif të rritur për vitin 2024, por edhe për vitin 2023, e për këtë të fundit i është vendosur edhe kamat. Atëherë çfarë ka ndodhur? Bizneset kanë afat deri në datën 20 prill që të paguajnë taksat dhe tarifat vendore, konkretisht tarifën e pastrimit, ashtu siç thotë edhe vendimi i Këshillit Bashkiak. Vendimi i Këshillit Bashkiak është miratuar në datën 28 mars 2024 dhe hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes. Pasi është shpallur vendimi i Këshillit Bashkiak, taksat janë paguar dhe tarifat nga bizneset e rregullta sepse ka qenë përpara datës 20 prill. Gjatë muajve në vijim të vitit 2024, Drejtoria e Tarifave dhe Taksave Vendore në Bashkinë e Tiranës ka marrë të dhënat
nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për të parë xhiron vjetore që kanë patur bizneset ndër vite. Dhe aty ka bërë rivlerësimin tatimor. Dikujt i thotë ti ke kaluar pragun 2 milion lekë të ri në vit, dikush tjetër ka kaluar pragun 5 milion lekë të ri në vit. Dhe pa i njoftuar bizneset, i kanë nxjerrë në sistem detyrimin që kjo nuk duhet të ketë fuqi paravepruese, që është krejt e jashtëligjshme, por gjithashtu i ka vendosur edhe kamat pa i njoftuar bizneset. Kjo ka ndodhur. Shkeljet janë bërë hapur, pasi ndërmarrjet nuk janë njoftuar në asnjë moment, as nga autoritetet e bashkisë dhe as drejtoria e taksave dhe tarifave për ndryshim të përgjegjësisë tatimore, por edhe pse janë treguar të rregull duke paguar brenda afatit tarifën, janë ndoshkuar me gjob. Dhe kjo e bën shkeljen akoma më flagrante, sepse ndryshimi i nivelit të taksimit duhet që jo vetëm të njoftohet brenda afatit, por në praktikën e ligjeve fiskale, kjo procedurë minimalisht bëhet 30 deri në 60 ditë përpara, por t'i lënë kohë bizneseve që të kenë mundësi të përshtaten me tarifat e rritura, ndërsa penaliteti i vendosur është në kundërshtim të hapur me ligjin dhe në shkelje të rënd nga ana e organeve të bashkisë, pasi askush nuk është njoftuar dhe nuk mund të pretendohet pagesa për një tarifë, për të cilën nuk je në dieni. Ligjet dhe aktet administrative që merr një institucion publik nuk mund të kenë fuqi paravepruese dhe të kërkojnë pagesën e tarifave të rritura për vite që nuk janë përfshirë në këtë regjim tatimor nga vetë organi që bën vlerësimin për vlerën e taksave. Në rastin që Bashkia e Tiranës ka rivlerësuar xhiron e biznesit, atë muaj do duhet të aplikojë dhe tarifa e rritur dhe jo më parë. Por sërish duke njoftuar në sistem dhe duke i lënë afat për ta paguar, duke ndjekur praktikën që ka vetë vendimi Këshillit Bashkiak, i cili vendos taksën për bizneset që hapen pas datës 20 prill, në bazë të muajve kalendarik, që përpjestohet tarifa e pastrimit. Po cila është rruga që duhet të ndjekin bizneset? Rruga kryesore është ankimimi administrativ pranë institucionit i cili ka vendosur gjobën apo ka bërë rritjen e tarifës në mënyrë të padrejtë. Dhe ky është komisioni i apelimit pranë Bashkisë së Tiranës, i cili nuk dihet nëse është funksional ose jo. Ai është konstituar rreth 5 vite pasi është themeluar, vetëm në pranverën e vitit 2024, por dim që disa anëtar të këtij komisioni nuk janë më punonjës të Bashkisë së Tiranës dhe nuk e dim nëse funksionon apo jo. Rruga tjetër është ankimimi në gjykat, po dihet se çfarë rrugë e gjatë dhe mundimshme është jo vetëm për bizneset, por edhe për qytetarët që sot të marrin drejtësi për shkak të çështjeve stok që janë në gjykata për shkak të mungesës së gjykatësve, si rrjedhoj e reformës në drejtësi, e cila ka sjell një numër të ulët gjyqtarësh dhe një stok shumë të lartë çështjesh. Ndaj bizneset zgjedhin më mirë të paguajnë gjobën, po të kemë parasysh gjithë kalvarin e gjatë që duhet të heqin për të marrë shërbimet ligjore të avokatisë dhe për të shkuar, për të paraqitur fizikisht në gjykat dhe për të marrë drejtësi pas 3-4 vjetësh në momentin më të mirë, zgjedhin që të paguajnë gjobën. Por ta konkretizuar me shembull, ju tregojmë se çfarë ka ndodhur konkretisht me një biznes të vogël që punon në fushën e profesioneve të lira. Tarifa e pastrimit për kategorinë deri në 2 milion lekë xhiro në vit është 5750 lekë, duke qenë se përgjegjësia tatimore ju rivlerësua si biznes me xhiro 2 deri në 8 milion lekë, tarifa bëhet 11500 lekë në vit, pra 2 fish më shumë. Dhe përveç kësaj, biznesit i vendose dhe një gjob me vlerë 5.000 lekë për vitin 2023, për shkak se një surprizë tërësisht e papritur për këtë biznes për të cilin pagesa totale e këtij viti vetëm nga rritja dhe gjoba pa llogaritur tarifën vjetore është 16500 lekë, sa për 3 vite bashkë që ka paguar dikur. A duhet të mbaj dikush përgjegjësi për këtë shkelje flagrante të drejtave të biznesit në Tiranë? Përgjegjësi. Të lutem. Si me deliu. Të lutem. Mirëmëngjesi. Të lutem. Ja në moment lutem. Të lutem. Hedon Kuqe nga Piranga. Përse keni kryer një rivlerësim për përgjegjësinë tatimore për vitin 2023 dhe 2024 dhe nuk janë njoftuar bizneset? Zotri, ju e dini sa biznese janë të regjistruar këtu? Si mund të përgjigjem unë pa e ditur konkretisht rastin? Kur është bërë rivlerësimi, Dhe një herë. u është vënë kamat. Unë nuk po dyshoj në këtë që po thoni ju. Nuk i vendoset kamat. Zonja Delio, që nuk ka qenë në dieni fare për këtë. Unë nuk përgjigjem a priori pa ditur rastin konkret. Rasti konkret është bizneset e vogla në Bashkinë e Tiranës. Nëse një biznes i vogël, i mesëm, i madh, çfarëdo që të jetë në Bashkinë e Tiranës, do që të apeloj një gjob që është vendosur në këtë rast kjo kamata që i ka shkuar për këtë rivlerësimin që ka bërë drejtoria juaj. Ankimot e Komisioni Apelimit që është në Bashkinë e Tiranës. Institucioni
Kujt po e drejton këtë pyetje? Në teori, zonja drejtoresh ka të drejtë, por ne jemi fare të sigurt që ajo vetë di handikapin disa vjeçar që lidhet me mos funksionimin e këtij komisioni, antarët e të cilit në mënyrë parazite janë paguar për të mos u mbledhur asnjëherë. Kuptohet, në kurriz të qytetarëve që nuk kishin një derë ku të trokisnin për abuzimet e bashkisë ndaj tyre, ndaj nuk kishte pse na bën të habiturën pas kësaj pyetjeje. E dini ju që mos deklarimi i çdo subjekti është fshehje, është vepër penale, e di ti? E diti që mungesa e një deklarimi sjell për llogaritje të gabuar të taksave, detyrimet e shtetit, a e dini ju që të interpretoj ligje e bën gjykata kushtetuese, interpretimin e ligjit, kushdo po shkak të këtij rivlerësimi që është bërë. Madje nuk janë njoftuar. Bravo që po mbron interesat e shtetit. Bravo që po mbron interesat e qytetarëve. Në fakt i mbrojmë dhe do t'i mbrojmë shumë herë më mirë se disa drejtori të papërgjeshme të bashkisë, që në vend që të kujdesen për ta, i mbysin në gjoba dhe taksa, shpesh të padrejta. Një rivlerësim që bën ju merr në qaf një biznes vogël i cili në Zimbabwe në këmbë. Ashtu. Mirupafshim ditë mbar. Shihet se drejtoresha Deliu nuk ka ndonjë respekt për punën tonë, njëllojësisht nuk kemi ne as pak konsiderat për çfarë ajo bën dhe përfaqëson. Ajo që vlen të theksojmë është se bashkia kishte dieni të plot për rivlerësimin tatimor, por megjithatë nuk njoftoi bizneset. Në miratimin e planit buxhetor afatmesëm të Bashkisë Tiranë, rezulton se bizneset kanë paguar në vitin 2024 17.6 milion euro, 2.4 milion euro më shumë se në vitin 2023, ndërsa këtë vit planifikon të mblidhen 18 milion euro nga bizneset, 2.8 milion euro më shumë se në 2023-shin. Dhe e dini se ku shkojnë këto operatë mbledhura në mënyrë të padrejtë nga rivlerësime dhe gjoba arbitrare? Pika 7 e neni 42 të vendimit të Këshillit Bashkiak përcakton se të ardhurat e krijuara nga tarifa e pastrimit përdoren vetëm për qëllimin për të cilin është vendosur kjo tarifë, pra për objektin fundor të zinxhirit të pastrimit të kryeqytetit, që është incineratori i Tiranës, që nuk ekziston dhe është vënë në sekuestro nga prokuroria e posaçme SPAK. Kjo ilustron qartë se si parat që paguajnë për pastrimin shkojnë kot në përllogari offshore të inceneratorit, pa rregulluar asgjë sa i përket menaxhimit të mbetjeve. Por tashmë së fundmi dhe tarifat e rritura bashkë me gjobat e padrejta. Kjo është një fabul shumë e trisht që shpjegon më së miri realitetin shqiptar. Një biznes i vogël punon gjithë vitin për të nxjerrë të ardhura dhe për të siguruar jetesën për familjen, paguan detyrimet në datën që duhet, detyrimet i ndryshojnë në mes të vitit, nuk njoftohet, përveç se i ndryshojnë dhe i rriten, i vihet edhe gjobë dhe këto para pastaj merren dhe shkojnë te thesi inceneratorit i një vepre që nuk ekziston, i cili sipas hetimeve që ka bërë prokuroria e posaçme del që ka patur para dhe dërgesa transferta drejt llogarive offshore, po edhe në disa skema të tjera fiktive ku parat janë shkarkuar në kesh dhe patjetër që kanë shkuar për të korruptuar zyrtarët e këtij shteti. Dhe është një realitet me të vërtetë shumë i trisht. Gjobi të ndershmin që të marri pa ndershme.